Historia që preku zemrat. Kush është Juela? Banorja e re e Big Brother VIP. Shtëpia e Big Brother VIP ka mirë pritur një banore të re, e cila përtej pasionit për muzikën dhe formimit akademik në ekonomi, mbart mbi supe një histori thellësisht tragjike. E lindur në Laç dhe e rritur në Milano. Në një familje të lidhur fort me traditat, Juela ka studiuar ekonomi europiane, ndërsa paralelisht ka eksperimentuar me muzikën duke lëvizur mes popit dhe tingujve ballkanik. Por pas buzëqeshjes së saj, shihet një dhimbje e madhe personale. Juela ka rrëfyer se vite më parë ka humbur njeriu me të cilin po përgatitej të martohej. Ngjarja makabre ndodhi në oborrin e shtëpisë së tij, ku i fejuari u vra bashkë me motrën e tij, nga ish bashkëshorti i kësaj të fundit. Një tragjedi që i ndryshoi jetën përgjithmonë. Kam kaluar shumë dhimbje dhe ankth. Në fillim mendoja se dhimbja do të ishte e papërballueshme, por me kohën kuptova se jeta ndryshon nga mënyra si zgjedhim ta përballoj. Është shprehur ajo me sinqeritet. Sot Juela hyn në këtë format për të nisur një kapitull të ri të jetës së saj, duke dëshmuar se dashuria që i la pas partneri i ndjer u kthye në forcën e saj më të madhe për të ringritur nga momentet më të errta.